بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa salatat dhe selamat ja dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik dhe me gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Unë fillimisht dua ta përmendi hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam për ta falendëruar Hoxhën tonë dashur, po thotë men lem yashkurin nas lem yashkur Allah, ai i cili nuk i falendron njerëzit, ai nuk din ta falendron as Allahun Azza wa Jall. Në këtë rast e falenderoj Hoxhën e nderuar për ftesën, për nderin që gjithmonë na e ka bërë, jo vetëm sot, por që lut Allahun Azza wa Jall që ta kemi shumë gjatë në këtë xhami, inshallah të përfitojmë për dersën e tij, se një nga shkaktarët që ka qenë që unë ta vazhdoj rrugën e xhallokut, edhe ta vazhdoj rrugën e davetit të Allahut, ka qenë edhe Hoxhë i nderuar, kështu që inshallah i shkruhet sadaka xharie, sadaka rrjedhse në jetën e vet. Unë para se ta filloj temën, kisha dashur për t'ia dhënë një vëmendje pak më interesante pjesës cilën e kam përzier për juve sot, kisha dashur ta tregoj një ngjarje që ndërlidhet edhe me një ngjarje tjetër. Ngjarja e parë është ku gjithë secili prej njerëzve ndonjëherë Allahu Azza wa Jall i gëzon me fëmijë dhe arrin atë gradën që të bëhet babë. Edhe baba kujdeset për evladin shumë, edhe ka pikë dopt evladin e vet. Edhe në momentin kur e ka pikë dopt evladin e vet, çdo herë e marr dorë të veta. Edhe në një rast, sikur të ato shkallë që i kemi atje, e ka fëmijën e vet edhe duke ecë te shkallë, i rrshet kama babas edhe rrezohet bashkë me fëmijën. Po baba vrahet shumë, e fëmija nuk vrahet hiç. Do të thonë e rrun maksimum fëmijën e vet. Do të thonë ka kujdesin e shtunë për evladin e vet. Kjo çka na jep me tregu? Na jep me tregu se tamamile baba e rrun evladin më shumë edhe se veten e vet. Ndërsa rasti tjetër është që nëse në një moment, nëse në një rast nanës i smuhet evladi, edhe çdo njëri prej neve i ka ndodhur që shtrihet në shtratin ku njeriu smuhet edhe e ka plon një smuje rrallë ose e ka plon një smuje që do shta ja lodh trupin, nana e keni pa që qëndron para kryes fëmijës, qëndron non stop duke lutur Allahin Azza wa Jall që t'ja largojë apo. Bile nana është i kal që ta marrë edhe smujën e evladit, ta kese në trupin e vet, edhe është e gatshme ta sakrifikojë veten që ta marrë smujën e evladit apo. Do të thonë baba e run, vrahet, do shta edhe mund të smuhet edhe baba për evladin e vet. Pashtu edhe nana, bile nana është më e mëshirshme se baba në shumë raste. Në këtë rast, do të thonë, kjo tregohet mëshira edhe sakrifica e nanës edhe e babës për evladin e vet. Banja një pyetje vetës, cili apo kush mund të jetë ai i cili dhim ti më shumë apo ai i cili kujdeset për ty edhe më shumë edhe se nana jote se vajet. Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thotë Zoti është më i mëshirshëm për robin e vet se sa nana edhe baba vet që e run evladin e vet. Do të thonë nena të fol për Allahin që gjithë secili prej neve beson edhe ka bindje që Allah i larun neve më shumë se edhe nana edhe baba jon. A keni menduar ndonjëherë që Zoti t'i trun më shumë se edhe nana edhe babat? Do të thonë nëse e ke mendon këtë çështje, dije shumë mirë se Allah Azza wa Jall çdo herë ka mbikëqyrën e vet mbi teje. Edhe e dyta si situatë tash nuk është bo luksi për me pat kerë, po është bo një kohë që blejet kere edhe të shërben për jetën tane. Shumë njerëz i blejnë kera, jo çdo kush, po shumica e njerëzve blejnë kera. Në moment ti shkon me blejnë një kerë. Edhe do me blej atë kerin, kjo është veç para hyrjen teme dhe për shkurt kohë fillojmë temën cilën e kemi. Shkon me blejnë një kerë, edhe mbasi e blejnë kerin, e ban pazar, e blejnë, i nënshkruan dokumentet që shtojnë të ne notarin e ban, edhe ta qet ti pronësin, apo do të thonë ta qet përmit ty kerin. Edhe ti tu dal pi notarit, të ndalaj i cili ta ka shyt t'i kerën dhe thot ka kemi shku me këtë kerë? Ka t'intereson, ti ka shkëjën e kupton. Apet vazhon ja bën një pyetje, a kemi vozit shpejt me këtë kerë? Sikur më konë e di që e kam marrë me qira këtë kerën. Apet ja bën thot, mos shko ka që ke udha se dyqysh e kam një ngjarje të keqe ka që ke udha edhe mos galo ti ka ke udha me këtë kerë. Unë ty ata ka marrë kerin me qira apo jam bo pronari vërtet i kerit. Do thonë, kur dikush ta shet ti kerin, ti ja keri joti. Këshire. Kur neve na ndodh në fatkeqësi, kur neve Zoti na sprovon, çka i thonë në Allahit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nejna të Allahit edhe të Allah i kthehemi, apo. Do të thonë, këtë pronësia kujt i takon neve apo Allahit. Do të thonë, kur e këshirna në këtësi, shpesh herë, a mujna me vetë në Allahin, sidomos në situatat e fundit, kur ndodhin fatkeqësi, apo situata në Gaza, që ndodh, pse ne shumë bojna lutje, po Allah i se pranon, po atje merr llogari pronarin e dikujt, a pronari ty të merr llogari. E kujt është pronësia? A është Allah Azza wa Jall.
E nëse pronësia është Allahit Azza wa Jall, çish mundesh të marr Allahin llogari? Nëse kishte pat, kjo është larg qoftë, por nëse kishte pat dikush që u kishte dashur me marr Allahin llogari, u ka dashur me marr Amari i cili ka qenë i torturuar, apo Bilal ibn Rabahi i cili ka qenë i torturuar për dinin e Allahit. A e ki hangti na i shpull për dinin e Allahit? Ato janë sakrifiku për dinin e Allahit. Nëse është dikush më hakli me marr Zotin llogari, ato janë. Po kërkuj se ne merr Zotin llogari, se këtë gjithësia, gjithçka që ekziston këto është Allahi Azza wa Jall. Domethënë, këtë poenta jon, këtë qëllimi i ligjëratës është që ne ta besojmë Allahin që gjithçka është e Zotit, ne veç na sikur një kalimtar, hymë në autoban ti kalon. A është autobani joti? Nuk është autobani joti. Ti veç e kalon autobanin. Domethënë, e jotja është ta kuptosh se ti këtë jetë je veç kalimtar, mush me përfitu pi dinit Allahit, ta fitosh xhenetin, ti je fitimtari i vërtet. E unë tash du me fillu temën që kemi realisht Ramazanin, po realisht me fol për Ramazanin tash është shumë vonë, se vetë se jemi në ditën e 24 të Ramazanit, edhe 5 ditë nga me të Ramazanit edhe shkoj, po nëse jena në ditën e 24, kisha dash mi bo disa pyetje që mi adhon një përgjigje të shkurt. A ja ki nis me përfitu tamamile me cilësitë e Ramazanit që i ka brenda vetës Ramazanit? Çka të ka mësu ti Ramazanit? Atë ka mësu Ramazani që ti gjatë 11 mujve, 11 muj i fokusun për pasuri, për dunjallëk, për sen, brenda 1 mujt të Ramazanit atë ka mësu mu largu për materjes, për asaj që ti të preokupon çdo ditë, edhe me të fokusu të shpirtërorja. Për shembull, ju gjithë secili që jeni këtu brenda xhami, ju e doni dinin e Allahit, edhe e doni me përmirësu shpirtin e juve, edhe vini me dëgju ligjërata, çysh me përmirësu shpirtin e juve. Domethënë, nëse ju jeni këtu, limja për çdo të tjerë me mesazhin, a ja kena nisni me përmirësu shpirtin ton, mu largu pak për materjes, me fokusu dinit Allahit, mja fokusu shpirtit ton që me ngërthy për cilësive të Ramazanit dhe me ngërthy për dinit Allahit sejnë që neve na e përmisojnë jetën tonë. Dhe më thonë, nëse Ramazani ka njës ti me të mësu, nëse Ramazani ty ka njës me të mësu, se ti li më fokusu shumë ka aspekti shpirtor, dije shumë mirë se jenë rrugë të barë gjatë muajt bekuar të Ramazanit. E dyta është, me të thonë najtë doktor mos habuk, vallaj shumë njerëz nuk e nalin. Dhe më thonë, mos e ha që këtë se që këtë bandan. Ama këshyra, Allah Azza wa Jall ty të ka thonë, mos ha, edhe ti nuk e mendon dy herë. Tamam e ban, apo? Ramazan, na buk, marr ha dikush buk, apo? Do thonë me pi ujë ti e ki prish agjerimin. Ti veç Allahit ka thonë edhe ti nuk e prish kurçysh agjerimin. Do thonë kjo është nëse e kupton se ti urdhrin e Allahit, kur thoj Allahit diçka ban, edhe tamamile ti e ban, edhe kur thot Allahit çka s'ban, edhe ti tamamile nuk e ban, që kjo është bindje e mirë që ti ki fillu me reflektu karshi urdhrave të Allahit, edhe me këtë reflektim ti vetë se e shjon shumë atej për Ramazanin. E treta është, a ki hyn komplet mirë në Ramazan, apo ki hyn Ramazan e të shive kjo puna. Nëse shkon të një roba qeps, edhe ja lip një par pantullë me t'i bo, edhe a i në staban, veç një kam, njërën kam taban, tjetërën staban, a knaqësh ma të pantullë, a i gëzona jo? Valla i si gëzon. Në Ramazan, që thotë Allah Azza wa Jall, udkhulu fi silmi kafa, hyni në fejt, tamam. A do me shu Ramazanin? Hyni tamam në Ramazan. Nëse do ti me shu me kitë qanjën tani, me shpirtin tani, me trupin tani, me mendjen tani, me fokusin tani, me veprat e tua, fjalët e tua, punët e tua që i ban, Ramazan libe i tamam. Udkhulu fi silmi kafa, hyni fejt tamamile. Hyni Ramazan tamamile, ta di se Ramazan ty Allah Azza wa Jall ka me të përmisu edhe ka me të bo që ti mu kam pi xhenet live duke qenë ti ende gjallë. Nëse ty Allah Azza wa Jall ta pranon agjerimin tanë, ti fal gjunat e tona, mes xhenetit edhe ty e diçka të ndonë, veç vdekja që e kenë mesin tanë. Ta kuptoj se xheneti Allah Azza wa Jall mes atij që i pranon agjerimi, i pranon adhurimet, janë vetëm vdekja e donë. E Ramazan kur të përmisohesh, dije se nuk do të jesh më i njëjti që ke qenë para Ramazanit, po vetë se fillon ndryshimi reflekton te ti. Tjetra pikë është në Ramazan njerëzve dyqysh ju shtohet sabre. Keni pa atmosferën në Ramazan? Do thonë atmosfera e qetë, xhamia jon ka edhe namaz nate, namazit teravive, ligjëratat mbas namazit ikindijës, është një atmosferë që e kënaq robin, apo? E kënaq shumë robin, pse e kënaq robin? Se shejtant janë të mshelt, edhe ego e njerit ulet. A di pse ulet ego e njerit? Vetë se ban durim karshi Allahit Azza wa Jall. E mbane me mbas Ramazanit, nëse vazhdon atmosfera në shtëpinë tane, në jetën tane, si në Ramazan dije fort mirë se ty Ramazanin Allah Azza wa Jall ta ka pranuar. Se nëse mundohesh ti non stop mionet karshi shejtanëve, edhe mos milan me dëmtu ti imanin tan, dinin tan, edhe nëse ul egon tanin me durim, me sabër, dije fort mirë se Ramazani është duke të bëu tamam njëri ty për me qenë i përgatitur që çdo herë me sfidu shejtanin edhe çdo herë m'ia bëu çefin Allahit Azza wa Jall duke ja respektu urdhat e Allahit Azza wa Jall. Ramazani shumë njerëzve ju bëhet rregullator në jetën e vet. Për shembull, a ki pa, është shumë interesant që neve dyqysh në ndryshot jeta e gjumit.
po jeta e adhurimit shumë na drejtohet. Për shembull, kur shumë pak njerëz, do të thonë kur folan përqindje të shkupit, shumë pak njerëz e falin namazin me xhamat. Po kur vjen Ramazani e po mbushën xhamia tamam mile për plot. Pse se kjo fillon ta rregullon ty tamam standardin në aspektin fetar. E Ramazani a ka filluar me ta rregullu ty raportin tan me xhamia, të cilat ty tradhoj. Do të thonë, aja ke nisë Ramazan mi frekuentu xhamiat edhe me bind vetën se ti nuk duhesh vetëm me qenë me vllaznit e tu në saf për mi mbush safat edhe me fitu bereqetin e Allahut Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit. Nëse Ramazanit ta ka rregulluar që këtë aspekt jetës tane, është mirë ta vazhdosh edhe mbas Ramazanit, se veç kështu besimtari i drejt, boti i devotshëm e me devotshmërinë e Allahut Azza wa Jall e fiton edhe xhennetin e Allahut te bareke ve taala. Ajeti Ramazanit që Allah Azza wa Jall na ka obliguar është ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, dhe çdo. Edhe masani pjesa e fundit është pjesa më e rëndësishme, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, që i duket i bie ajo kështu tamamile, ai ki ndërtu ti një mur, do të thonë një mur mes teje edhe haramit, edhe ai ki ndërtu një motiv që ty mundet me çtime bo vepra të mira. Tattaqun është me arriti devotshmërinë takvallëkin. Mi aboni test vetës, edhe me vetë çdo njëri për juve vetën, kështu tamam mile me ditë, a jam unë për atyre njerëzve që e kam arrit takvallëkin gjatë këtyve ditëve të Ramazanit. Shumë letë botë testi. Allah Azza wa Jall thotë në Kur'an: wa habbaba ilaykumul imana wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Për me testu ti takvallëkin tan, edhe për me testu ti se tamamile Allah Azza wa Jall aja ka nis me ti pranu veprat e mira edhe për me arriti takvallëkin, është kjo ajet Kur'anor që thotë: wa habbaba ilaykumul imana wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Do të thonë, aja ki nis ti mi dash punët e mira më shumë, aja ki nis me dash namazin me xhamat më shumë, edhe aja ka nis me të arti gërdipi gjunave që i ban. Aja ka nis me të arti gërdipi veprave që Allah Azza wa Jall i urrejn. Nëse ti ja ki nis tamam mi kuptue këtë pjesën që ti urrejn gjunaat e Allahut Azza wa Jall, nëse ja ki nis mi kuptue që ti dush mu kanë për atyre që mi dash punë të mira, kjo është shenja kryesore që ti ke filluar takvallëkin gjatë muajit bekuar të Ramazanit. Edhe nëse kanë mbetur edhe 5 ditë gjatë muajit bekuar të Ramazanit, mendone gjatë 5 ditëve me thon dikush, me ta bëni pyetje me thon ti je fukara, po edhe këtë dina që ne mesatarisht jena në jetë mesatare edhe nuk jena milionera. Edhe ta thot në 5 ditëve, nëse e van një punë, unë e ty kam e të ndru gjendjen, për fukara kam e të bo milioner. A kish i bo dënjani për juve, a kish i bo gjumë dënjani për juve qëto. Dhe thonë, për 5 ditë ti me ndru gjendjen tane, për fukara mu bo milioner. Ama këshune shumë dallon më kanë milioner i dënjas, edhe shumë dallon më kanë milioner i ahiretit. Pasha Allah, nëse të bënda 5 ditëve qëto që kam bejt, ti përkushtohesh në adhurim dhe Allahut Azza wa Jall. Që ndoshta nota e kadrit ka përci, ka qenë 21, 23, sot jena 25. I kena edhe 3 mundësi, sot mas 2 ditëve edhe mas 4 ditëve e kena notën e 27 edhe 29. Nëse arrinja në notën e kadrit, vallahi, me ti pranu Allah i adhurimet, ti bosh milioner me se vapet Allah Azza wa Jall. Domethënë, për 5 ditë që të kanë bejt, ai gatshëm ti me ndru gjendjen tane te Allah Azza wa Jall. Nëse ti gatshëm me ndryshu gjendjen, përkushtoju veç një punë të libër, mu kanë i përkushtum, mos me qenë neglizhent ndaj urdhrave të Allahut Azza wa Jall edhe ndaj adhurimeve që ti më bën besimtari vazhdimsi. Kur dikush tregon diçka aji, tregon një mesele dhe do me ta tregu diçka, ma ti do mi besu. Për me të besu dikush, ama me të besu mirë, çka i lik njëri dikujt, i thot haj bambeje. Ti ja kallëzoni muhabet, ndoshta ai beson ti një 60-70%, ama me ta bëu 100% me ta besu muhabetin tan, çka i thot? Hajde bane beje Zotin. Pasha Allah, çka e vërtet. Allah Azza wa Jall shumë pak ajete kuranore betohet, wal fajri wa layali al-ashr. Pasha sabah, pasha mëngjesi, thot dhe pasha 10 netët. Për cilët net? Për 10 netët që ne jena tamam tash. Dhe thonë, Allah i tu ka përbetu të qëto 10 net, gati 5 net kalun, edhe 4 net kanë bejt tjera, me këtë natë që jena sot. Para me ndo, brenda 10 natëve të fundit, me takuti natën e kadrit. Ajeti kuranor që të regon që nata e kadrit është më me vlerë se 1.000 muaj, nata e kadrit vallaj nuk asa 1.000 muaj. Nata e kadrit është më me vlerë se 1.000 muaj. Mundet më kanë 10.000 muaj, mundet më kanë 100.000 muaj, mundet më kanë 1 milion muaj. Veç Allah Azza wa Jall. Para me do ti, veç me një adhurim me bo në Allah Azza wa Jall, që shtot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
ai i cili qohet natën e Kadrit, rrin Qiyam. Këshirën e kur të rishin Qiyam, namaznat e keni pa magat falet. Magat rrihet në ruku, magat rrihet në sejdë. Po folna për Qiyamin kur çndron Qiyam. Apo rrin magat edhe dyqysh ti të kap një plagështi e madhe, të kap një lodhësi e madhe e zgati shumë imami. Mone men, sa ma shumë që të ban ti sabër që imami e zgat namazin, qaq ma shumë Allah Azza wa Jall ka me ta lehtësu qëndrimin tant para Allah Azza wa Jall ditën e gjykimit. Veç ta me ndërshë këtë, ki me qëndru para Allah Azza wa Jall. Edhe ti veç që tu ki bo sabër për me ndëgju imamin edhe me ndëgju fjallin Allah Azza wa Jall. Ki bo sabër që me fal namazin sa ma gatë për me arrit natën e Kadrit, pasha madhri në Allah Azza wa Jall ka me ta lehtësu qëndrimin tant, ka me ta lehtësu para Allah Azza wa Jall kur të ishin ditën e gjykimit. Do të thonë, kur të njëherë imami e zgat, ban sabër. Ose nëse e blejna një kerë, edhe e blejnë një kerë 100.000 euro, edhe i avnon kerit një litar. Keri për shka është, për me vozita, po, mu knaq. Po nëse i avnon një litar kerit edhe e ban shpinë, atë knaq që i kerë, vallaj së knaq. Hiq kur së knaq. Asë njerë, së mund me të knaq keri nëse i avnon litar. E pëse së knaq? Se ti ki blej për me hyje në kerë dhe me vozit kerit, edhe namazin. Nëse e shen namazin si barë, me të se mi hek qafe, kur se shion. Mundojo çdo herë kur t'ish namazin tanë, qof namaznate, qof namazët farçja, mundojo t'ish i koncentruar plotësisht që ta shihësh namazin, që mos ta shih si bar namazin, po ta shih namazin që me hyje dhe më kënaq namaz. Do thonë kjo është pika që ne çish mujna me shiu namazin dinën e Allahut Azza wa Jall. Dashur xhamatli, brenda 10 natëve hoxha joni dashur e ka potencu se qysh mundesh me shiu tamam mirë 10 natët e Ramazanit, qysh i ka shiu pejgamberi alayhi salatu wasalam. 3 pika i ka bu pejgamberi alayhi salatu wasalam kur kanë ardhur 10 natët e Ramazanit, 10 natët e fundit të Ramazanit. E para ka qenë ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku transmetohet për pejgamberin alayhi salatu wasalam, ahya al-layla wa ayqadha ahad. Do të thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka gjallënu natën. Nashta nata është tërë natën, ama dhe që gjallot nata, kur shesh shumë njerëz të adhuru Allahin Azza wa Jall. E dyta, ka ne doni mas shumë të njëtën e juve, e do nanën tanë, e babën tanë, e vladit tanë zike, do thonë, i do që atë rrethin tanë, ngryën tanë mas shumë ti. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka zgju familjen e vetë, që ato mas shumë ti ka dashtë. Do të thonë, ti e do familjen tonë, apo zgjoje familjen tonë këto 10 natë me adhuru Allahin Azza wa Jall. Edhe e treta është që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka shtrëngu rypin. Ama pse e ka shtrëngu? Me qëndru në namaz. Ju kanë ajkon pejgamberit alayhi salatu wasalam duke qëndru në Qiyam. Para mendoj ti me tu ajkon. Një ajkën e kamostane të Allahi Azza wa Jall, Allah e di sa gjunahet i fshin Allahi Azza wa Jall. Do të thonë, binde vetëm që s'lipe mungu me namaznate. Do thonë, lej debatet është bidat, se është bidat, e kam bo, se kam bo, ti hajde falë namaznate. Më paq kësi polemika, falu në shpjentane. Falu në shpjentane dhe falu gjatë në shpjentane. Qele Kuranin edhe lexopi Kuranit, mëse falë namazin e natës një reqat me kul hu Allah ina tajna. Mundoju ta bësh namazin tanë natës gjatë, kur të bishën sejde, ti thush Allah subhana rabbiyal ala 3 herë, po pastaj të vazhdojsh lutjet e qëndrosh në sejde, pse kur i lip Allah Azza wa Jall, lipi me bindje më të madhe. Ta shohë Allah se ti ai ki për një as e ki për një. Allah ta di brendësin tane, po let jetë qëndrimi jot namaz, bindje të Allah Azza wa Jall, edhe një lloj dëshmie që ti për një me e ki dash dinin Allah, edhe për një me e ki dash falin Allah Azza wa Jall. Do të thonë, kur ti ish i bindshëm këto 10 natë, qysh pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka xhallnu, vallahi billahi tallahi, ty kanë më të zgjidh problemet. Para mendoni njëtën e juve, çdo njëri ndoshta ka pas borxh dikujt. Mi apo dikujt borxh një shumë të madhe. Edhe me thonë, brenda 10 natëve shkruama ka një mesazh, a mundesh ma fal borxhin. Pashallah, na kishte arru dënjani prej juve, mi shkrujt atina që ja ki borxh, a mundesh mi fal borxhin. Vallahi s'haron apo? Nuk haron se do me të fal borxhin. Do mi largu brengat jetës tane. E pse Allah Azza wa Jall gjatë 10 natëve nuk i thu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e do falë, më fal mua. Pse nuk i thu Allah Azza wa Jall? Do të thonë, nëse bindë vetën tane se ti lip me të falë gjunahet, dije shumë mirë se lip më kanë i përkushtum dinin e Allah që Allah Azza wa Jall ti me të falë gjunahet. Jeta e ahiretit, në gjithë se cili e beson që jeta e ahiretit është pa fund. Do të thonë, kur s'mbaron. A jeta e dunjas ka fund, apo? Do të thonë, ka fillim edhe ka mbarim. Jeta e ahiretit ka fillim, s'ka mbarim. Cila është e vërteta në këtë rast? Ajo që ka fillim edhe ka mbarim, a ajo që ka fillim edhe s'ka mbarim? Pa dyshim që ajo që ka fillim edhe s'ka mbarim, a e vërteta. Se fillon edhe kur s'mbaron. Vallahi, këtë njerë është logjik problem me mendu kur më s'ka me dik. Do të thonë, në ahiret kur s'kemi mbaruti. O në xhenet, o në xhenem.
Do të thonë ti nëse e ki që këtë me fillim edhe në barim, ku jep ti ma shumë fokus? Për këtë dynja, për me ndreq një shtëpi, shkon do shta në gurbet, mundosh me mbledh pasuri, mundosh me mbledh pare, mundosh me bëj gjithçka, shka për me arrit me bëj një shtëpi që kime tu 50 vjet, 70 vjet kime shku te Allahi. Po në xhennet, a ja ke nisë me ndërtu pallatet e xhennetit tënd? Do të thonë, a ki fillu ti me ndërtu xhennetin tënd, a i kishti me laçet e Allahit azza wa jall me ta ndërtu xhennetin tënd? Rëndi, për këtë dunja, po do me patë sa ma lukë, sa ma mirë. Pa që ku ki mu kam për gjithmonë, që shdo me patë, do me patë shumë dopta. Shka thojnë, jo valla veç që hinë gjennet, jo valla i gabim është me veç me hinë gjennet. Valla i muslimani li me patë bindja që me fitu gjennetin e Allahit azza wa jall, gjennetin Firdaus. Ti përmisht shpit dunja se ban sa ma lukës, për gjennetin e Allahit veç hinë gjenneta. Jo vallaj, aspirata jote li me qenë me fitu gjennetin Firdaus të Allahit. S'li me qenë aspirata jote, sikur në dunja me thanë, a mundët me jetu njeri me një kolibe? Valla mundët mbrot, pi shibit, mbrot, pi borës, pi tëftosit jeton. Po s'po jeton me një kolibe, po do me ndrejt shpijen mas mirti. E pëse s'pe ndrejt gjennetin tanë? Në më thonë me laqët e tua duke qenë ti gjallë, ama ti duke qenë gjallë prej kësaj bote, ti ishti me laqët e tua me të ndërtu gjennetin tanë. E qysh bohen? Duke bo dhikër, duke lexu Kur'an, duke bo veprat mira, duke bo bamirësi, duke ja u fal njerëz të gabimet që bojnë karshiteje, ose për shembull një hadith pejgamberit alayhis salam. Do të thonë kush e lexon surën El-Ikhlas 10 herë ditë, Allah ja ndërton një xhennet, një pallat xhennetit e tij. Pse mos e lexon surën Kul huwallahu ahad? Gjithsesi prej neve di, lexoj 10 herë ditë, ndërton një pallat xhennetin tan. Do të thonë mundoje veten tane dhe binde veten tane se ty li me ndërtu xhennetin tan hala pa shku në xhennetin tan. Pregaditu me shku në xhennetin tan vetë se e ki ndërtu xhennetin tan. Kur ta kish këtë bindje, shumë ma lehtë ki situatën. Këtë djalin Omerin e kina shokë, po, edhe e njofna krejt. E ka kamerën, këshire në gjizon. Para me ndone, Omeri, me ma bo e thot, hoxho, edhe juve kejtë, kam ja unë gjizu jetën e juve, gjdo sekund tjetës t'juve. Kam ardhë Omeri, ku qëko ishte, tu him banjo, tu dolbi banjos, kur ban haram, kur ban sevap, këtë me ti gjizu, detaj për detaja, po. Edhe thot, mas 50 vjetëve, kam e të nëzirë film. Kam e të alqit film me të po kejtë familja jote. A e kështë pa të gudzim, edhe a kështë mujtë me marë gryjem tane, nënën tane, babën tane, evladit tane, me kështë qatë film. Vallaj, e di që gjithë njani e keni përdigje një, po. është normale se jina dopt këtë bojna gjunohe. Para me mdone, në ditën e gjykimit, Allah Azza wa Jall ka me na e qitë filmin ton, edhe ka me na e po pita Ademi a.s. Ditë e njeri fundit. A dojna që ki film u kanë filmi më i bukur, filmi më i heshëm, sikur historia Jusufit a.s. Veç me një mundësi e kena. Edhe që kjo mundësi në Ramazan e shumë e shtume. A një që bëhet kjo mundësi, që Omeri me na i bo neve, me na i editu videot ku ka bojna. Veç me pendim. Dhe më thonë, ti kur të pendohësh, Allah Azza wa Jall ta hejë qatë pjesën e filmit tanë e ta fshinë si kur mos me pas voti. Bile Allah është qatë që i mëshirshëm, që qatë të gjunat e toa, nëse ti falë, edhe nëse ti bam pendim të Allah Azza wa Jall, ti këthejnë pinë se i aten hasenate, prejnë veprat këqia, ti këthejnë veprat mira. Ne e dina që Allah i shumë i mblon robrit e vetë. Ama ta kesh atë bindjen që mes frikës edhe mes shpresës tjetësh, që ta Allah Azza wa Jall mos mendosh, hasa Allah i falë, valla Allah i ndjedhe me dënim. Do thonë mos shko veç me falin Allahit, mendoj pak edhe dënimin Allahit. Jeton mes frikës edhe me shpresës, që që ka parim e hlisëneti. Do thonë, ti jeto se nesër mund me dalë firmijat edhe me ta bo, a ti kanë që ki jetu me neve që të harame që i ki bo, me ta bo kryja jote, a ti kanë që ki burjema. Do thonë, ti parem do të tërpënohesh, kur gjonë nuk është me tërpënu Allahin dunja, që ka është me tërpënu Allahin ditën e gjykimit. Për çta e kena mundësien. Do thonë, e kena mundësien këtë dunja me përmisu filmin tonë, mu pendu të Allah Azza wa Jall, që nesër pasha Allahin dhe ta kemi shumë të letë Allah Azza wa Jall. Pikë tjetër dashur besimtarë që nëse në Ramazan nuk e fitojna xhennetin Allahit Azza wa Jall, kur mendojna me fitu? Do thonë, nëse brenda Ramazanit, që Allah Azza wa Jall na ka dhënë mundësinë, që ti me fitu xhennetin, kur mendon me fitu xhennetin? Që jo nuk di hadith më madhështor për veti personalisht se hadithi Ramazanit ku thot Allah Azza wa Jall çdo ditë të Ramazanit, çdo natë Ramazanit liron rob nga zjarri i xhenemit. Para mendo, emri jot është në çeket listë,
edhe emri emër që këtë listë. Që ka lista xhehenemlive, që ka lista xhenetlive. Allah azza wa jall ta heq emrin tan pi listës xhehenemlive edhe ta çet në listën e xhenetlive. Çdo ditë Allah azza wa jall thot, hajde, a ka kush e ndryshon veten e vet pi listës xhehenemlive në listën e xhenetlive. Vallahi, nëse ti bosh antar i listës xhenetlive, para ndo me më kanë me një listë rogave sa është krenari, po para me ndo më kanë antar i listës xhenetlive. Ti të ndryshon këtë historia jote. S'munësh ti Allah e di dhe tardhën. Ti s'munësh me thonë, valla unë po bona tash Ramazan xhenetli, ama as Ramazanit pe vazhdoj jetën si shejtan. Jo, vallahi s'munësh. Allah azza wa jall ta di dhe tardhën tonë, ta di dhe jetën tonë, ta kalon ti mundësi me veprim. Luton Allah azza wa jall nëse ta pranon pendimin tanë dhe ta nxjerr emrin në listën e xhenetlive, e jo çka ka metën vetë dekshë të shkosh në xhenetin e Allahut azza wa jall. Ti vdek e jeton jetën e berzahut, del para Allahut azza wa jall, mallton veprat e tua, e ka përcen, do të thonë peshoj më shumë veprat e mira, e ka përcen udhën e siratit, edhe hin xhenet për gjithmonë. Aty vdes edhe vdekja. Do të thonë Allah azza wa jall e ban kurban atë dashit, thotë ti je vdekja, thotë edhe vdekja vdes edhe kurrë s'des njerëzimi. Do të thonë, para ndo kurrë s'kim vdek. Vallahi nuk ka fjalë më të madhe çka kurrë s'kim vdek. Atë do këtë fokusin bane që ti aty kurs kimi dik, ama për ta jo përjetësia ti me punu që me fitu përjetësinë. Ti e fiton razinë e Allahut, me razinë e Allahut ti fiton xhenetin e Allahut. Do fokusin bane, vallahi këtë ligjëratën e më çën çto. Fokus jo të që ka qenë me hadithi pejgamberit alayhis salatu wasalam, ka qenë tu ibn hudbe apo ka qenë Resulullah alayhis salatu wasalam tu ibn hudbe. Në shkallën e parë ban amin, dytë ban amin, tretë ban amin. Krijesa më madhështore e qiellit, do të thonë lutën, edhe krijesa më madhështore e tokës ban amin. Kush? Xhibrail emini alayhis salatu wasalam, pi tre shkallëve thot, laneti Allahut qoftë mbi atë njeri i cili her Ramazani edhe ati si falën gjunat. Edhe kush ban amin? Pejgamberi Allahut alayhis salatu wasalam. Do të thonë, ti li me pa binjo që ti Ramazan vetë li me dali pastrum. Don afat jot është deri ditën e 29. Doli pastrum mirë, doli pastrum. Inshallah nuk godet lutja e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Inshallah nuk godet. Do të thonë ti li me pa bindjen tane që li mu pastrut me raportet e tua karshi Allahut edhe me raportet e tua karshi njerëzve. E te kjo raporti karshi njerëzve po duhet të tregoni lutjet pejgamberit alayhis salatu wasalam. Çdo njani prej neve, ama çdo njani prej neve ja ka bëu dikuj gibeti. Ose e ka shoh dikan, ose e ka mallku dikan, ose për dikan ka shpiv diçka, po. Njerëzina, po khuliqal insana dhaifa, ka kriju njerin dopt. Edhe ti ki shpiv dhe dikujt, ama e ki haru, për shembull, ki fol për dikan gibet, ama e ki haru, apo. Edhe ti tutësh, se kur s'kisht Allah azza wa jall, qëre shumë është keq, kur s'kisht Allah azza wa jall me talip haki njeri. Do thonë ti ki se vape, edhe ai thot, e unë se vapet e tua i du, s'ta bëj halal, atje s'ta bën kërkush halal. S'ka valla ma ban halal atje. Halal ka në dunja, atje s'ka halal, ti merr se vapet, edhe ti tutësh, nëse s'ki se vapet, ti qet gjunat valla. Gjunat ati ti ban transfer ti, disa punë ranosh, ti tutësh me shku te Allah me hakin e njerit, apo? E unë po ju tregoj një dua pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahumma innama ana basharun aghdabu kama yaghdabu al-bashar. فأي مسلم سببته أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل له صياما صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة. Këshire thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, o Allah, unë jam bëj njeri, zemrohet, qysh zemrohet njeri. Do thonë, unë e zemrona, këtë zemroni. Qysh zemrohet njerëzit? Thot që këtë mallkim, që këtë fyrje, që ja kam bo dikujt banja ati si falje, edhe si zeqat, edhe si afrim të tin ditën e gjykimit. Kush e thot që këtë lutje nat për nat, para se me flet, me shpresë tek Allah azza wa jall, Allah azza wa jall do t'ja falet dikan që e ka shohë, që i ka shpif, e që ka bo dënja, është lutje profetike. Vallai kur e kam lexuar çket, u mundova të bind na shej ta konfirmoj ashtu ditë sa vallai sa kisha ditë. Një pjesë u transmetoj ke Muslim, një pjesë u transmetoj ke Buhari. Me shpresë se Allah azza wa jall ka më na falë Allah azza wa jall. Nëse doni e përsëritni mas ligjëratës apo duan, kjo është shumë punë e madhe, se çdo njeri ka fol për dikan. Atje te Allah çdo se drejtësi absolute, ke dalin shesh. Edhe ato mendime që i ki pat për dikan, edhe ato fjalë që i ki përshpërit, edhe atë sinin që ja ki bo ati, as e foli ki, këtë ka me dalë para Allah të zëgjën. Edhe një mshel me sinit ka me dalë para Allah të zëgjën. Këtë ka me ti logarit Allah të zëgjën. E apo do këtë falë që to, bane që këtë dua të Allah të zëgjën. Edhe bane gjithdo natë me shpresë që Allah të zëgjën ka me ti falë këtë gjunat. Dashur xhamatli, që ja kina zgati qajë. Vallaj.
Me paskon nata e kadrit, gjatë 365 ditëve, besimtari u kishte dashur me lip me shumë ngulma, do të thonë me ngul kamë dhe me lip atë natë. Para Allah azza wa jalla sa i mëshirshëm. Ta ka lënë 10 natë e fundit, edhe për 10 natë të fundit ta ka dhënë me lip sa më shumë natë të tek. Do të thonë ti li me falendëru Allahin për këtë bujari të madhe, për këtë butësi të Allahit azza wa jalla, që Allahu azza wa jalla na e ka mundsuar neve që brenda 10 natëve me gjetë natën që është më me vlerë se një muaj. Hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam që e përmenda më herët, men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Do të thonë banuni për atyve që keni me kërkue natën e kadrit me ngulm që inshallah dash Allahu azza wa jall që ta arrim natën e kadrit duke qenë ne tu adhuru Allahin azza wa jall të lizu fjalën e tij. Unë disa pika shkurtimisht kisha dashur të përmend se çka i takon besimtarit me bëhe gjatë 10 natëve të fundit të Ramazanit apo këto natë që kanë mbetë. Para është e bësh shumë istikfar dhe shumë tobe te Allahu azza wa jall. Edhe me shpeshtu fjalën astaghfirullah wa atubu ilej, veçanti fjalën Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah ti e falë, se do të falë më fal mua. E dyta është mu mundu me fal sa më shumë namaznate. Do të thonë mundoj ti tregojsh Allahit azza wa jall, o Allah unë po du me lidh zemrën tënde veç me ty. Do të thonë tregoj Allahit azza wa jall këtë dertet e tua, këtë gajlet e tua, ama në maksimum lipi Allahit xhenetin e mos u fokuso te kjo dunja. Do të thonë këto net që bën dua, maksimum bën dua që Allah azza wa jall me ta garantoj ti xhenetin, se po tu garantoj xheneti edhe dunjaja vetë tu ka drejtu. E treta është mu marr shumë me fjalën e Allahit azza wa jall. Për shembull e dim në shpellën Hira që është në Mekë, në kodër guri. E dim edhe shpellën Hira, e dim edhe votën. Cilla do e dojmë ne? A votën na shpellën Hira? Wallahi do i na shpellën Hira. Edhe pse? Se çati ka filluar me zbrit fjalë Allahit azza wa jall. Ne sa adhurojna gurin. Ne as se madhrojna gurin. Ne veç Allahin azza wa jall madhrojna. Ama puna është që ne dojna çat kur se çati ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i ka filluar shpallja, kur ka fillu njerëzimi me dal pirë sirës në dritë. Domethënë pi çati ka ardha ajo ajet e para ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexon emrin e Zotit tani i cili krijoi. Domethënë pi çati ka filluar ne dojna edhe çat guri. Për shembull çavën, pse dojna ne çavën? Kur jos çavë është do tulla ndërtuar dhe i sillin e çavës. Logjik pa islamin është budallakimi i silli gurit. Po ne di pse silli gurit, dhe pse dojna ne çat gurit? Se Allah azza wa jalla do. Ne pse shkojnë në xhamarat e gjujna shejtanin me guri? E gjujna gurin me guri. Apet edhe kjo është dyqyshet, me thonë çmenduri është me gjujt gurin me guri. Pse e gjujna? Se Allah azza wa jalla ka thonë. Edhe ne i bojna rituale që Allah i do. A e do Allah i një punë edhe ne e dojna. E urrejna Allah i një punë edhe ne urrejna. Do të thonë, para mendo veç pse Allah azza wa jalla ka thonë, e ka zbrit ata ne e dojna kodrën. Po para mendo me zbrit fjalë Allahit azza wa jalla, me zbrit Kurani Allahit azza wa jalla në zemrat tona. Çu ndryshon zemrat tona maksimalisht apo? Do të thonë, bane zemra jote ndryshoje, ama të ndryshoje me fjalën e Allahit azza wa jalla. E treta ishte që të lexojmë spakull një gjust Kur'anit brenda 10 natëve të fundit të Ramazanit. E katërta është që bane dorën tane dhe të japë diçka për dinë të Allahit. Qoftë edhe 10 dinar. Jep. Ka 10 dinar, çdo me ta shkruaj Allahit, me ta ku natën e katërt ti, ki dhënë sa me mia muj ki dhënë ti ka 10 dinar sadaka, punë e madhe pa shallaj. Edhe e pesta besoj që e fundit është tek këto pikat. Që mi a falë njëni tjetrit, kur kina gabu se ti falë këto, se ti ki mundësin. Dikush të ka bo, ti ta ka bo dhe një bela dhe një sen, ti ki mundësin edhe mos mi a falë të Allahi. Ama nëse e falë për ndonjë shpresa e madhe që Allahi me të falë atje. Dhe më falë njerëzin natër e kadrit që liroj zemrën tane, flera hatë, mos moj natë për këkan, mos moj gjelozi për këkan, edhe mundoj ta qetësoj zemrën tane që ti shi përkushton veç në adhurim të Allahi azza wa jall, edhe ta fitoj xhenetin e Allahit azza wa jall. Edhe lutnu shumë për vllazët e tonë, sidomos që përmeni Hoxha Abulfuga natën e parë, dhe do të thonë që fillom namazin e natës mbetën fjalë. Mos i harroni asesi vllazënit e juve që i njihni ato që kanë gajle, mi bën dua, do të thonë lut Allahin azza wa jall, se kur bën dua, valla ti më shumë fiton saj. Se ti bën dua para me laçën krajtan ban amin për ty. Do të thonë bën dua vazhdimsi për vllazët e tu, edhe që unë me një ngjarje të fundit do ta përfundoj. Ka qenë një vajzë dikon 20 vjeçare. Edhe kur i 20 vjeçare, i në fakultet edhe ki gajle, ki sprova, edhe dyqysh e di, kur i stresum, shumë në qena kanë studente edhe shehi Hoxha, do thonë, ka be studenti gajle, mos pat, këti pata, rafsh, dyqysh gajle e provimeve, stresi i provimeve, është stres i rana, pa. E tash, kur kiti stres pak ma të madh, janë kohë është dikujt, edhe kjo vajza ka shku të bëva vetë edhe i ka të regu, thot, o vallaj shumë zor jam, shumë kam stres, s'po muj ma adaptu me shoqërinë, kam provime, kam gajle, edhe kur kiti gajle është problem jeta.
Edhe baba vetë ndëgjon me vëmendje disa herë kjo ja përsërit derisa i thot baba vet, atëherë ki me bosh ka famune. I thot baba, merit 3 tenxhere. Ju duket çuditshëm apo? 3 tenxhere, thot merit thot edhe shkojnë 3 ploça në 3 zarme të ndryshme. Edhe thot mushi tu 3 ploçat me ujë. Do të thotë ato tenxherat mbushin me ujë. Edhe i mbush me ujë, mas një periudhe fillon me vlu ujë. Edhe mas ja nis me vlu ujë, thot shko merr një shargarim, shko merr thot një voje, thot edhe merr pak kafe. Edhe thot shtinë shargaripën me një tenxhere, vojën me një tenxhere edhe kafën me një tenxhere. Edhe thot për 10 minuta. Mas 10 minuta vlon, do të thonë zihet voja. Mas 10 minutave zihet edhe shargaripa. Mas 10 minuta zihet edhe kafja. Kur zihet voja shka bot, a ki pot çështë e langshme para se mu zi, derdhet në për tavolinë, apo? A kur zihet botë e ngurt, apo? Thot kështu disa njerëz, thot kur sprovohen shoqni, kur djegën shoqni, thot bëhen të ngurt edhe vetmohen me veten e vet. Shargaripa zbutet veç pak. A shka bëhet kafja? Përzihet këtë me ujë, apo? Thot kur të përzihesh me problemet e shoqnisë, edhe kur smunët me ta tjetërsu formën tane, edhe ujin zet, edhe sprovat e shoqnisë, që atëherë ti e ki dëshmu vetën se ti e gatshme për mu ballafaqu edhe mi zgjidh problemet e shoqnisë. Andaj banu si kafja, përzihu me problemet e shoqnisë. Se shpesh herë kur ndodhin probleme, me thonë unë i pari e zgjidhi problemin, rri me babën se e ha i pari plumin e, kupton? A i cili përzihet i pari problemet e shoqnisë me pretendimin mi zgjidh problemet e shoqnisë, vallahi billahi tallahi është njeri që shumë shpejt mund të bëjë në xhennet. Do të thonë, nëse ti i pari që boj si kafe dhe përzihesh në problemet e shoqnisë, edhe do tamam mi zgjidh mi u ndihmu shoqnisë për me dalë do problemeve të caktuara. Qysh tregon edhe hoxha shpesh na për hutbe në ligjërata, për mi zgjidh do probleme që i kena ne si shoqni. Vallahi nesër del kur dish, a be shka foli hoxha, a be shaje hoxha s'është problem. A be ja futi hoxha, a be i durojnë edhe këto llafe, hiç s'është problem. Veç ne të përmisoni. Do të thonë, për mu përzim problemet të shoqnisë, kemi pasur edhe shpifje, kanë me të shoh vallahi kanë me të kritiku, edhe gibeti kanë me të avo, këtë kanë me të bo, abe këtë i kanë pineve halal, këtë halal i kanë veç ti mu përmisu. Do të thonë, kër e kini varë, mjeku a shkon ta prek, ti e ki vro dorën, me ta prek zemrën, me ta shnosh dorën, vallahi s'ta shnosh, lip me ta prek dorën, varën tane, për me ta shnosh varën tane, edhe inshallah, dasht Allah Azza wa Jall që të na mësoj Ramazani, që ne shpesh herë të sakrifikomi për shoqnin, për të mirën e shoqnisë, që ne me ndryshu shoqnin bashkarisht, edhe unë me këtë du ta përfundoj, ku e lusë Allah Azza wa Jall, që gjithë secili që na të bëjmë këtë xhamit, na të bëjnë edhe në xhennetit e tij, e lusë Allah Azza wa Jall që na i pranon veprat tona gjatë muajit bekuar të Ramazanit, e lusë Allah Azza wa Jall që inshallah dalim me këtë Ramazan me mëkate të falura, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ju shpërblet për ndërgjimin.